Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të jenë të parat që do të përfitojnë nga fondet e planit të rritjes të Bashkimit Evropian, një mundësi e rëndësishme financiare për të dy shtetet që kanë realizuar reformat e kërkuara. Shpejtësia në marrjen e financimit do të thotë përmbushje e detyrave sipas kalendarit dhe programit, se ne s'kemi program, kalendarit dhe programit të dakordsuar. Rama theksoi se Shqipëria do të përfitojë 1 miliard euro çdo vit pas anëtarësimit, një shumë e ngjashme me atë që ka marrë Kroacia. 1 miliard euro e kusur në vit, shikoni këtu shifrat, të gjitha shifrat që janë në krahun e bufit janë 130, 140, 150 maksimumi vjetore, paka shumë në total, siç ndodh me ne me programe të ndryshme, dhe në të 10 vitet e fundit ne kemi marrë në total afro diçka më shumë në fakt se sa 1 miliard. Çfarë ne kemi marrë në 10 vite, do ta marrim vit për vit me hyrjen në Bashkimin Evropian. Kryeministri shfrytëzoi mundësinë për të sulmuar opozitën duke akuzuar atë për qëndrime penguese ndaj reformës të drejtësisë dhe përsëriti se ai dhe Partia Socialiste janë ata që e kanë sjellë drejtësinë dhe që opozita nuk e ka dashur. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Ata janë ata të cilët e morën peng për një periudhë kohë dhe arritën deri të vinë me çadër këtu poshtë në bulevard për të mos votuar vettingun dhe kërcënuan me bojkot të zgjedhjeve. Të gjithë bashkë, absolutisht të gjithë bashkë. Sigurisht ishte Luli në krye, por Luli kuptohet ishte kukulla e bufit Knetës. Dhe bufi i Knetës. Në fund Rama njoftoi se do të rinisin takimet me diasporën dhe do të vizitoj Kretën, Athinën dhe Milano për takuar shqiptarët që jetojnë në këto qytete.